Eveja e gjyqtarit Kalaja, kushtet e apelit skandaloze, pengu i Tim Shoqi, ministri Gogu, e kuptoi shqetësimin, por në 6 tetor të vitit të shkuar Tirana u trondit nga vrasja e një gjyqtari brenda sallës së gjyqit në një proces për prona. Gjyqtari i apelit Astrid Kalaja u qellua me 3 plumba nga Elvis Shkambi, 30 vjeç, sapo u mor vendimi kundër xhaxhait të tij. Së fundmi kjo ngjarje është kthyer në vëmendje për shkak të një reagimi në rrjetet sociale të Valbona Kalaseve ja gjyqtarit Astrid Kalaja. Ajo ka komentuar një postim të ministrit të drejtësisë Toni Gogu, i cili kishte shpërndar për publikum pamje nga një inspektim në procesin e ndërtimit të një burgu në Kukës. Zoti ministër, filloni ndërtimin e një gjykate të re të apelit në Tiranë, se kushtet e kësaj gjykate janë skandaloze. Para një jave, një afërme kishte një gjyq dhe mu desh ta shoqëroja dhe të them të drejtën, më dhimbse në ato gjyqtarë që punojnë në ato kushte. Ju vetë keni punu në gjykatë dhe dini shumë mirë se ç'a do të thotë. Bashkëshorti im e dëshironte gjithkohës një gjykatë të re, pasi në Shkodër punonte në një gjykatë me standarde europiane dhe mendoj shpesh se po të ishte me punë në Shkodër kur s'do t'i ndodhte ajo që i ndodhi. E meritojnë ato njerëz të punojnë në kushte normale, se kanë një punë të vështirë mbi supe, shkruan ajo. Por nuk ka vonuar as përgjigja e ministrit Gogu, i cili shprehet se është i angazhuar në përmirësimin e infrastrukturës gjyqësore, por si çdo proces tjetër edhe ky kërkon kohë. E nderuar zonjë Valbon Dema Kalaja, faleminderit për mesazhin tuaj. E kuptoj me respekt dhe nderim kontributin e të ndjerit Astrid dhe kuptoj shumë mirë shqetësimin që ngrini. Përmirësimi i infrastrukturës gjyqësore është një nga objektivat ku po punoj me institucionet përgjegjëse. Nuk është një punë që bëhet brenda natës, por është një angazhim që e konsideroj të rëndësishëm. Ju falenderoj për ngritjen e shqetësimit, shkruan ministri.